Pret-a-porter. Sporti shqiptar në fono arkivën e radios. Cikël kushtuar njerëzve të sportit, mbetur tashmë në arkivën e radios, por edhe në memorien e sport të dashësve. Sporti shqiptar në fono arkivën e radios, nga Piro Luvina. Dëgjues të ndershur, mirëmëngjes, janë temperaturat të çmendura që përvolon gjithë rruzullin. Por këtu në Radio Tirana jemi freskët, jemi te Radio Tirana 2, në valën FM 95.8 MHz. Emisioni mund ta ndiqni në portalin digital Spotify. Mirëmëngjes, ndoshta do ta filloja ndryshe me një mesazh për një futbollist, për një njeri i një klubi, i kombëtarës, fansat në të gjithë Shqipërinë që ka ndruar jetë. Jeta e njeriut është sa kënga e një zogu, dhe pardjen e mësuam se kënga për Agim Bubeqin mbaroi. Por melodia e jetës së tij, sidomos në botën e futbollit, pjesëtari flamurtari të madh dhe i kombëtarës shqiptare, do të vazhdojë ndërbreza. Jam lidhur tani në emision drejt për drejt me Shkëlqim Selamin. Shkëlqim Selami, presidenti i klubit të flamurtarit, për t'i shprehur atit, familjes Bubeqi, klubit Vlonjat, Federatës Shqiptare të Futbollit, miqve e kolegëve të tij të ngushëllimet tona të sinqerta nga stafi realizues i emisionit Radio Tirana 2. Shkëlqim Selami, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Piro. Nuk dua ta bëja këtë telefonatën, por për respekti për ata që kanë lënë gjumë në sportin shqiptar, u detyrova dhe të shqetësova dhe ty. Qim Selami, si ma kujton Gim Bubeqin? Shiko, Piro, para njerë që të uroj shëndet se kemi ko pa u takuar e pa u bë. Edhe problemi është që unë do them disa gjërat dhe disa kujtimet të Gimit, me Gimin, por që mirë do ishte të merje të gjithë ata... Jo, ne do bëjmë emision të posaçëm, kjo ishte jashtë skenarit, se kam një gjigant, kjo ishte vetëm për homazh për ta kujtuar. Okej, dakor. Unë do të them disa vafe për Gimin, sepse unë kam qenë pjesë e skuadrës në vitet kur Gimi qenë në skuadrë, dhe unë kam qenë 18 vjeçar ku kam paguar me Gimin e parë, në 85-86, dhe kam kujtimet e mia. Gimin dhe mbaj mend unë dhe të gjithë shokët e tjerë, dhe mbaj mend si një djalë model, një djalë i edukuar, një djalë i apasionuar me një pasion të çmendur për sportin, sepse pasionin atë kohë, pa pasionin nuk beshe dot sportist. Ishte shumë i edukuar dhe biles më i edukuar se ç'duhej. Kishte një shoqëri, edhe shoqërinë e tij e kishte pak të selektuar, nuk është se ishte Gimi tip siç mund të ishin sportistat në atë kohë që ishin dhe pak të hedhur, e ke parasysh vetë tani. Kështu që un kam kujtimet e mia. Ka qenë një djalë model, djemtë e rinj dhe çunat e rinj dhe ata që vinin rishtas në skuadër, ai ishte një nga ata që i përkranin, të gjithë i përkranin, po Gimi ishte një nga ata. Unë kam kujtimet e mia sepse mbas stërvitjes në shumë raste bënim stërvitje mbas stërvitjes, domethënë rinim diku te 1 orë 45 minuta. Unë krosoja, Gimi ishte që godiste në port, në kushte loje bënim atë dhe në port rinte luam Birçia. Dhe në kushte loje të tre bënim stërvitjen e njëri tjetër, unë për krosat, ai për goditje, portieri ishte për tijat. Domethënë kam kujtime shumë të mira, ka qenë një djalë model, na ka ardhur shumë keq për të gjithëve që ka ndruar jetë, por që vepra e tij do mbetet, Piro, do mbetet sepse ka bërë shumë, ka bërë për flamurtarin, ka bërë për kombëtaren dhe ka bërë për shumë. Ngushëllime dhe të premtojmë. Në Radio Tirana do bëjmë speciale për Agim Bubeqin. Unë dhe nga televizioni i shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta familjes, gjithë të dashurve, e të pret në paqe Gimi, s'kemi çfarë të bëjmë tani, ky është një rrugëtim. Për një korrigjim, quhet radio televizioni, por radio ne jemi në radio. Televizioni erdhi më brapa e tjera. Krejt ndryshe nga ndodh me ato privatët që e filluan radio dhe kaluan televizor, pastaj televizorin e bën radio, radion e bën televizor. Tu ka pas një procedurë të jashtëzakonshme. Duhet fillohet e radio, pastaj të kalohen televizor. Kjo është një çështje teknike që duhet zgjidhet, jo shpejt, po kjo është mentaliteti i atyre që e kuptojnë. Qim Selami, falenderoj për lidhjen, ngushëllimet sinqerte të familjes Bubeqi, klubit flamurtar i kombëtares. Faleminderit edhe ju uroj sukses edhe
dhe mbar ju qoftë dhe pushimet të mbara. Faleminderit. Ne nuk kemi pushime gjithnjë unë me Sotir Qiriaqin, me Andim Zezin, pensionista, vazhdojmë të vim këtu në radio. E krasova Qim Selami, kënga jeta e njeriu të sa kënga e një zogu, dhe kënga e jetës së Agim Bubeqit mbaroi. Por jo, kënga e jetës vazhdon. Futbolli vazhdon të luhet. Nata e Sejntës ka qenë një natë magjike. E Knatja, Dinamo dhe Drita fituan në Kupat e Evropës. Falenderoj Qim Selami. Dhe uroj gjithçka të mirë në këtë fundjavë. Dhe jam lidhur drejt për drejt tani me atë natë magjishme. Nuk është nata e një natë e vera e Shakespeare-it, por është nata e futbollit shqiptar. Skeptikët duhet të qepin gojën se kollajt kritikosh, kollajt të shash, por nuk themi kollajt, i themi faleminderit, të respektojmë pikërisht Dinamon, që nuk është vetëm një emër i Ilir Daja, nuk është vetëm një buzhiki që është në staf, por është një staf i tërë që punon të një klub, që nga trajneri, presidenti dhe deri tek ai që mban topat. Dhe jam lidh tani me Ganiko Sumin për të mësuar drejt për drejt nga Prishtina, nga Kosova, në të përjavshmen tonë sporti, Kupat e Evropës për ekipet shqiptare. Ganiko Sumi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj. Po skuadra shqiptare vërtet shkëlqyen në ndeshjet e këtimit në garat evropiane. 3 skuadra me plot merit kalojnë në raundin tjetër. Dinamo shkëlqeu dhe Egnatia, cila shumë pak kush ka pritur se mund ta përballojë kundërshtarin dhe ja doli që të përballojë dhe të kalojë në raundin tretë. Kurse përfaqësuesi vetëm i Kosovës që vazhdon gara, Drita Gjilanin dhe skuadrat të raundit të tretë ligës së konferencës. Në ndeshjen e kthimit të zhvilluar në Prishtinë, Drita ka mposhtur me rezultat 5-0 skuadrën trefiorit të Marinos. Edhe në takimin e parë Drita fitoi 4-1 dhe me rezultat të përgjithshëm 9-1 u kualifikua për garat e mëtejme. Në ndeshjen e radhës Drita takohet me Interklub të Andorës. Ka filluar edhe edicioni i ri i Albi Mallës për Ligës së Kosovës në futboll. Dje u zhvillua takimi i parë në Drenas. Gjilani shënoi fitore ndaj Peronikelit 74 me rezultat 3-1 dhe vërtet paralajmëron një kampionat interesant. Sot 2 takime, Drenica Dugaxhini Vushtrija Malisheva në orën 16:30 dhe nesër 2 kryendeshje kryesore të kësaj jave, të javës së parë të këtij edicioni. Drita Lapin 16:30 kurse në stadiumin e Prishtinës në dritat e projektorëve. Prishtina do të përballet në orën 19 me Ballkanin, skuadrën e cila ka arritur rezultate të mira në futbollin e Kosovës. Çojmë Prishtina, a do të ketë skuadër që do të fitoj për kreun e renditjes, sepse vitet e fundit është munduar shumë dhe nuk ja ka dalë, tash ka bërë disa ndryme dhe besoj se adhuruesit e futbollit do të shohin një futboll cilësor në elitën e futbollit të Kosovës. Zëri që dëgjoni vjen drejt për drejt tani këtu në Radio Tirana 2, ku e ndiqni në FM 95.8 MHz. Emisioni mund ta ndiqni në portalin digital Spotify i Ganiko Sumit, i përjavshëm, mik vlla i këtij emisioni. Gani, po nuk mund të largoja, të thosha ditë mbar, ditë mirë, të më flasësh pak për natën magjike të Dinamos dhe të Egnatias, që fituan, përmbysën një javë më parë, disa skeptik bënin favorit Egnatian, eliminonin Dinamo, ca eliminonin Dinamon, krahasonin Egnatian, në fakt të dyja kaluan për mëtej. Po, unë edhe në paraqitjen e fundit javën e shkuar kam qenë optimist se skuadrat tona do të vazhdojnë garat, sidomos Dinamo është e bindur sepse vërtet ka një skuadër të përtërir me emra të ri, me kryetrajnerin Ilir Daja, i cili është dëshmuar edhe në futbollin e Kosovës në Ballkanin e Suarekës, por Egnatia gjithnjë më shumë po i bind adhuruesve të futbollit se është një skuadër e organizuar mirë dhe mund të presim rezultate edhe më të mira. Sa i përket ekipit të Kosovës, aktualisht Drita Gjilanin është skuadra më e mirë
i futboll modern është duke zhvilluar dhe jam i bindur se do të përballoj edhe këtë kundërshtar që ka tash dhe mendoj se do të jetë në fazën e grupeve siç do të jenë edhe dy skuadra tjera shqiptare. Okej. Falenderoj dhe të uroj një të shtunë dhe të diel dhe çdo ditë të vitit, mbarësi, jetë, shëndet, jeta ecën dhe të mirat vinë dhe nuk vinë vetë. Falenderoj Ganika Sumi për këtë lidhje të drejt për drejt në Radio Tirana 2. Ishi me Prishtinën e filluam ndryshe sot emisionin pikërisht me minuta Tomash për Gim Bubeqin që u nda këto ditë nga jeta u lidhe me presidentin e Flamurtarit Qim Selamin. Por ne kishim dhe kemi sot në skenar një ikon të këtë Dinamo, si futbollit dhe si trajner, sidomos tek zbulimi i talenteve dhe praktikimi i skemave që edhe kuptoheshin dhe që nuk kuptoheshin në atë kohë, por jepnin rezultat në lojë. Ai njihet me Nofkën Sallakja, emri Sajmir Dauti. Në studio është dhe i biri Spartak Dauti Shkurt Taku. Mirëmëngjes profesor, mirëmëngjes Taku, Sallake i ri, pa që s'u bëre Sallake. Një rrëfim origjinal për jetën e tij sportive, si atlet i 400 dhe 400 metra me pengesa, si futbollist, si trajner me disa ekipe të vendit dhe jashtë vendit, por dhe trajneri të rinjve Dinamos dhe të Shkëndis. E fillojmë profesor Sallakja, në Shkodër i thonë profe, dhe nuk është një titull administrativ, por ta jep populli, pa të respekt që ka për një njeri, dhe kur dëgjova unë për të parë fjalën profe, se kuptova fare në Shkodër, se kam punuar disa vjet bashkë me Sotirin, profe, vllaznia profe, i thash njëri, ç'do më thon profe, profesor. Po kur ta jep populli, nuk ka administrat, nuk ka noter që të zhvlerësoj. Profesor Sallakja, do ta filloj me këtë, për kuriozitet për ata që në ndjekin tani, që të njohin Sallakja. Pse kjo Nofka Sallakja? Po, që në femini, kur luanim futboll në lagje dhe në rrugica, unë përdor një gjithmonë këmbën e majtë. Dhe që në vogëlsi më zhvën ky epitet që thoshin Sallakja, sepse nuk lëvizja këmbën e. Okej. Po ai kumbari që të vuri këtë emër, ka histori ky Sallakja? Jo, vetëm nga mosha, nga fëminia, aty djem që loznim, aty mbeti Sallakja, dhe kur fillova të loja me Trit e Xhavit Demnerit, po Sallakja, derisa vazhdova më tutje ke 17 ndori, ke Dinamo, po prap Sallakja më thoshin. Po gjatë një transmetimi me të dëgjuar e kam, kanë qenë ato korrifejt, më falë që po se bëra dhe jo bëra i gabim, por dhe një herës ne po transmetojmë nga i studio Radio Tirana 2 që shumë shpejt do jetë studio sportit Ismet Bellova, sepse është një emblem mbi 3 çerek shekulli ka transmetuar vetëm në Radio Tirana. Në këtë kohë do të kemi një përshëndetje nga Rezart Spaiu. Është tekniku që po punon tani drejt për drejt në studion e transmetimit. Reze Art. Kemi pas dhe një Rezart Areqi, është ngjitur lart në qiell, të artat Reze, një vajzë fantastike që luftoi për jetën, por që nuk e përballoj dot, dhe emri i saj unë e kujtoj sot dhe përshëndes nga kjo studio lart në Parajs Rezartën, ndërsa Rezart Spaiun e kam në studio, është Reze Art, pasi unë nuk bëj dot emision. Përshëndetje nga kryeredaktori Ermenita Stapa dhe drejtori i radios Genci Meri. Vazhdojmë me rrëfimin me profesor Sallakja. Gjatë një transmetimi, kur ti bëre një gol të jashtëzakonshëm, komentatorët Ismet Bellova nuk dinin emrin. Ma këtë ma trego pak. Ka qenë viti 1960, zhvillohej Kupa e Paqes midis 3 klubeve, Partizanit, Dinamos dhe Tiranës. Si zakonisht për të filluar faza 2 e kampionatit, përgatitore ishte. Në ndeshje me Partizanin, unë isha rezerv me 17 ndorin.
Në formacion kishim ardhur nga Trite Xhavi Demnerit, Ali Mema të ndjerit, Gzim Kasmi, Niko Xhaçka edhe unë. Në formacion ishte fillimisht Kasmi, Gzim Kasmi dhe Ali Mema. Unë isha rezervë. Në pjesën e dytë kaluan një 10 minuta, më thot profesor Lymi, Xhvishu Gjalo, nuk thoshte djalë, po Gjalo, Xhvishu Gjalo. U xhvesha, lojta 2 herë krahët, kështu këmbët dhe u futa ke vija e mezit të fushës. Më kujtohet si tashi, më jep një top i ndjeri Nëri Bylyku, që ishte kapiteni i skuadrës, më jep një top në vijën e mezit të fushës, masi kaloj Deli Allisin, e thyj me këmbën e majt, e kalojnë këmbën e djathtë, harku i mezit të fushës, pas që kishte dalë Maliqati përpara, e dërgova topin në rrjet. Aty që goli i pari imi. Pasaj të mërkurën... Jo, këtu të emri, nuk duam të do vazhdojmë. Dhe tani, ai që komenton të si... E bëri golin kush? Masi u bë goli, kërkon të ndjerët të famshëm të speakerët televizorit për sportin, Andon Mazreku, Ismet Bellova, si e ka emrin. Asnjëri se dinte emrin, po thoshin Sallakja, po nuk ka mundësi, nuk ka emër Sallakja, thanë. Ma vori emri Skënder. Të mërkurën pasaj që më futi profesorin në formacion me Dinamon, arrita të bëj dhe golin, fituam kupën, aty pasaj doli emri Sajmir Dauti. Atëre e mësuan të dëgjues të nderuar pikërisht nga që ishte me Sallaken, dhe vetëm ky e ka emrin Sallakja, se kanë qenë dhe lojtarë të tjerë, për shembull kanë qenë të djathtët, por nuk i thaj djathtasti, po Sallakja. Dhe ky emër të njeh sot shumica dhe apo jo sot tjerësi e njeh Sallaken? Kjo është një pyetje shumë e thjeshtë nga ana juaj, po mua më emocionon se më kthem pas në vitin 59. Dhe do ta shpjegoj këtë, ku ka bë golin Sallakja në vitin 60 sul Maliqatit me rafishat me komën e djathtë, unë kam pas një fat që na merrshin këto profesor, na vleshin mbrapa portës që kapshin topat. Dhe kjo u bënte që ne të kishim nocionet e futbollit. Aty kam pa golin dhe tifozët e Tiranës çun komë dhe Sallakja ka hyrë pjesën e dytë. Në sulm ka qenë dhe Barishka, të dy bashkë kanë qenë. Qartë kaq, se vazhdojmë tani për të ftuarin special sot në Radio Tirana 2, në FM 95.8 MHz. Radio Tirana 2 mund ta ndiqni drejt për drejt edhe në portalin digital Spotify. Po flasim për një ikon të Dinamos, të futbollit, të trajningut, siç është Sallakja, dhe tani e mësuat, por Sajmir Dauti. Sajmir Dauti, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E lam Sallaken. Apo do ta vazhdojmë me Sallaken? Jo, njësoj, pa emër mos më lërë. Jo, Me së fillo, Sallakja Sajmir. Ke lindur më 23 korik 1942 në Tiranë. Tani drejtohem Takut. Taku, si e festuat ditëlindjen e babës këtë vit në 2026? Ditëlindjen e babës tek ne nuk ka fest reale në shtëpi. Çdo fest është e lidhur me një aktivitet sportiv, domethënë. Në rast se aktivitet sportiv nuk shkon mirë, siç ishte botrori, ajo ditë mbetet ditëzie. Pse ditëzie? Ditëzie kur u mbet Anglia për mua, kur u mbet Italia që s'është fare për vllajin. Ne kishim të gjithë fancat, jemi lidhur me gjithë botën. Dhe s'na ka thënë njëri, për shembull, Messi ti djeg baba dhe përfundimisht i kthye futbollit dhe bëri gol, se jeta vazhdon. Jeta është sa kënga e një zogu. Por për fat mirë, finalja ishte në datë 19, kështu që ne kishim kohë ta rimerrnim veten. Si e ke ndjer veten kur të thonin çuni Sallakjes? Që ti ke edhe një vëlla, për shembull, që është Fatjomi. Po në vitet 80, unë mbaj mend paktën vitet nga viti 83 që mbaj mend çdo eveniment. Dhe unë kisha ose ndiqja në për pankina, ose ndiqja në stadium, ose do merte me vete në çdo eveniment, në çdo ndeshje ndërkombëtare, të çdo skuadre të kryeqytetit, qoftë të kombëtares. Nuk mungoja, të paktën nga 84 deri në 91 nuk ka munguar asnjë ndeshje ndërkombëtare në stadium. Dhe ishte takimi i parë ose çdo lloj përqasje e parë ishte çuni Sallakës, Sallakës. Kalojmë te babai Takut, te origjinali. I cili Sajmir Dauti Sallakja, ti nuk je me origjinë nga Tirana, me origjinë nga Plasa. Nga Korça. Të dy prindit. Pse Qazimi dhe Qazime, kjo është e veçantë, Qazimi është i ati, Qazime është nëna, bashortja. Gjë e rrallë,
nuk ndodh shpesh të ketë. Lindën 3 fëmijë, 2 djemë dhe një vajzë, Sajmirin, Lulin dhe Luljetën. Pse ky mbiemri Dauti në fakt origjina e familjes tënde është nga Korça? U bë një, si thua, një keq kuptim. Një xhaxha jon ndryshoi mbiemrat dhe nga 7 vëllezër që ishin, 2 e mbajtën plasa, xhaxhai që i ndryshoi vete e bëri Hamzaj dhe ne na mbeti Dauti, na i dha Dauti, kështu që mbiemri Dauti nuk ka fare kuptim, domethënë tek neve. Mbiemri real është Plasa, nga fshati Plasi Korçës. E di pse ta thashtë profesor Sallakja, sepse kur ke qenë te Dinamo, djali i ish ministrit Dauti dhe thanë që ky do jetë për ne lundë e Dinamos, është Dauti, fut djalin e tij te Dinamo, diçka e tillë, që s'ka lidhje fare me Kadrias Bion. Jo, nuk... Duke çuditshëm, po ne themi gjëra të hapur në radio. Jo, nuk, shiko. Okej. Në realitet ai e kishte Daut ai, kupton apo jo? Po si gjithmonë ke ne që nga ndonjëherë me një gërmë me gjë ikën emri. Dalomi te Qazimbi, baba jot ka qenë shofer. Baba im ka qenë shofer me profesion që në vitet 37-38 dhe punonte nga ndonjëherë punonte ishte në lice, la liceun përgjithshëm, ishin 7 vëllezër, ana ekonomike, mori makinë edhe filloi të punonte Korç Fallorin Selanik. Ndërsa nëna Qazimja shtëpiake. Shtëpiake s'ka punuar. Mbante gjithë burrat e shtëpisë. Patjetër. Po. Por lindi Sajmiri dhe martohet me Liliana Tercën dhe lindën 2 djem, Spartakun që e kam në studio dhe Fationin. Kur lindi bëre pushk, për shembull lindi djalë, se po të lindte vajzë, për shembull këto 2 vëllezër dhe doni një motër, në mënyrë imagjinare për shembull. Se nuk kuptohet një vëlla pa i motër. Ishte një diçka për familjen e Lilianës sensacionale, sepse në familjen e saj ishin vajza. Po. Kur lindi Spartaku, që dhe avori Vjera ja avori emrin Spartak, apo ishte një kënaqësi e madhe e familjes Lilianës edhe të prindve të saj. Po pse ky emër Spartak ja vuri Vjera? Nuk i vuri një emër shqiptar, një emër angles, më vonë. Mirë që ja vuri emrin Spartak, po kur lindi Fationi, desh me i vu prapë emër, i thashën po e bën mitologji greke, i thash Spartak, çfarë do të Enea thoshte. Ja vetë Leonida. Po e bën. Kështu që jatit nuk janë ndryshuar me emrin. Po Fationit Fat Joni. Ai e kishte Fotion, po siç bën zakonisht gabime në gjendje civile, e bën ona dhe i mbeti Fation. Ndërkohë diçka për takun, misë në dëgjon vetë, sepse është në rastin e varit, se unë çdo gjë i thuhet, ne kemi varin ton radiofonik për çdo gjë që e vërtetojmë. Pse nuk e bëre si vetja për shembull takun? Të lunte futboll. Shikon. Ai është një njohës i mirë i futbollit anglez tha, ditëlindjen tënde, shqyqy që kishte diçka se ishte ditëzie se u leminua Anglia tha për botrorin. Edhe megjithëse e ke bërë një ditëlindje babët. Më bëre pyetje pse nuk e ke bërë futbollist. Po. Kur kisha të rind, vjen një prind dhe më bie djalin. Profesor thotë, kam pru djalin ke ty se e di që do ma bësh futbollist. Do ma bësh futbollist. I thash unë qesha, po që se unë të bëj djalin ta futbollist, unë më përpar kisha bërë timin, thashun, po s'kishte futboll, prandaj nuk e futa në futboll. Dhe djali jot, po pat futboll do të luaj, po s'pat futboll nuk do i. Po i dyti Fationi? Fationi ishte në realitet mëngjerash, si puna ime. Po. E përdorte topin mirë, po kishte rënë shumë pas mësimeve dhe ai nuk e kishte qef që të luante futboll dhe mbaroi 3 universitetet të IT-s. Një e ka mbaruar në Toronto, Excellent. Dhe taku të lutem te mikrofoni, duhet ma thuash ti vetë, pse nuk u bëre futbollist, po tani mësova se ti dhe Fationi vlla yt pëlqenit dijen, mësimet, dhe futbolli është një gjë e thjeshtë, një gjë e shkurtër, se jeta vazhdon sa kënga e një zogu, por kënga e zogut
dëgjohet shumë për bëmat që ka lënë mbrapa. Më trego pak, ke marruar për marrëdhënie ndërkombëtare, Akademinë e Rendit. Është e vërtet, Piro, dëshirën e kisha në moshë të vogël, mirë po mosha e vogël përkonte me vitet 80, ku publiciteti ishte i madh, kampionati jon ishte shumë i fortë me skuadrat e kryeqytetit e tjera, por në moshën kur duhet bëhesha unë erdhën vitet 91-92, që do të thotë o duhet shkëlqeje ose mos ta rinisje fare. Dhe sikursa unë kisha dëshirë leximin, mësimin, shkollën etj, gjuhët e huaja sidomos, pak nga pak mos be dëshira për të bërë futbollist dhe nuk është se jam shumë pishman për këtë. Por ke bërë dhe studime në Francë, Kanada. Po, unë kam studime. Pastaj e njoh si mirë futbollin në përgjithësi, sa ne votuam që ti do jesh i përjamshëm për futbollin evropian, për futbollin e bukur, për atë që luhet. Do jesh me UEFA kundër Infantinos, në po dalin dhe federata që nuk do e votojnë sepse e ngatroi pak. Për shembull kur më pyet në francez, po ku i di këto fjalë, nga e ke, po sepse i shikoj ndeshjet ke Franca, i thënë te Francë dyshi. Okej. Por ja drejtoj mikrofonin profesor Sallakes Sajmir Dautit. Po për Fationi, më the që ka mbaruar inxhinieri informatike në Toronto. Ka marruar fillimisht në korpusin qendror në Tiranë inxhinerinë informatike. Në fillim 3+2 plus master 7 vjet. Pastaj ka bërë programimet vetë nga shtëpia. Në Toronto mbaroi teknologjinë informatike të kompjuterave. Dhe mbaroi ekselent dhe konkuroi në një kompani të famshme, Siemens, e mori kompania Siemens. Zakonisht pyetjet bëhen, për shembull, babai merr ato lëvdata se jemi në shoqëri maskiliste për i vërtetës. Edhe thuat, unë e bëra Fationin, djali im, thot Sajmir Dauti. Asnjë nuk thot që bashkëshorte Liliana Terca ka qenë mësuese te shkolla Skënderbej, një shkollë gjigante. Dhe ti ka qenë te shkolla Skënderbej? Liliana nuk ka qenë, Liliana ka mbaruar ekonomikun. Edhe jo merr, po nuk thot që çuni Lilianës, po çuni Sajmir Dauti, Taku çuni Maroj, Fationi Maroj në Toronto. Pse sta njeri më ta dëgjoja se unë u lumtova, se ne u lumtojmë kur bëjmë emisionin, nuk është thjesht, është premier emisioni dhe mbetet një histori ky emision. Pse nuk tha njeri për Fationin që është Made in Liliana? Po Made in Sallakja Sajmir Dauti, kështu dhe për Taku. Ke i përgjigje? Nuk e di. Fationi ngjan më shumë. Fationi ngjan më shumë nga Ema. Ta vërtetojmë. Të lutem. Edhe me studime, sepse dhe Ema ka studiuar shumë mirë ekonomikun. Jemi drejt për drejt. Faleminderit pikërisht ai që quhet Reze Art, tekniku gjigant në studion e Radio Tiranës 2, më ka lidhur me një emër që quhet Fation Dauti. Fation, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Piro, mirëmëngjes dhe shikues. Fation, sa filloi pak debati që mund ta vazhdoj gjatë. Ti e krenar se e çuni i dy prindve, i babës, po dhe i nënës. Po shpesh në media, duke qenë shoqëri maskiliste, s'kam dëgjuar ndonjëherë që thotë Taku, ora ai që njeh futbollin, është djali i Lilianës. Fationi, ai që njeh studimet, ka marrë në Toronto, është djali i Lilianës. Pse ky maskilizëm? Një fjali dua për te. Po, kështu ka qenë që i vogën kujtohet. Po? Besoj se kryesorja ka qenë se kur isha i vogël dhe luaja unë po të përplasesha me dikë që atë lojën së futbol, vritesha kollaj dhe nëzirë këmba edhe zgjaste nga një javë. Edhe më thoshin që je delikat i kështu. Prandaj dhe e ketë vështirë të bëhesh futbollist. Plus që babai Sajmiri më thoshte që e mbaj mend që ke edhe kockën e trash, i ke ngja mamit, nuk bëhesh dot futbollist. Po. Edhe nga kjo gjithmonë që më thoshin i ngjan më tepër mamas, kurse Taku më shumë babai.
Se Do më këtë qenë si fillimi. ka thënë, më tha dhe një fjalë që për para dëgjova nga profesori, i cili kur erdhi një prind, se prindet janë të tmerrshëm, për shembull, sidomos to akademi tani kujton se po t'japësh 1 milion, 2 milion dhe bërë si Messi. Edhe këto propaganda që bëhet, do shkoj te shkolla e Barcelonës e tjera dhe ama bëp një. Profesori, babai yt i miri tha, kur nuk bëj takun dhe Fationin, nuk kam se e bëj djalin tat. Se kjo është e keqe nganjëherë. Kujton se futbollist bëhesh me mik, bëhesh me lek. Për shembull, erdhën dhe ca që shisnin naft me një president shqiptar që çonte te Reali te Barcelona, vu nafta, vu tani është në spaka e tjera. Megjithatë, unë do të pyes. Të ka qelluar shpullën e parë mamaja Liliana apo babai Sajmiri? Ja, mos trego tani se i dëgjon radio shko. Po, më përgjigj të lutem. Mua një rast më kujtohet, Po. më kem qenë një 10 vjeç kur po haja drek. Po. Që mund të Sajmiri më duket. Nuk e di pse e kishte inatin diku tjetër, po ma nxori mu me i shpull. E shefe? Dhe përveç atij të Kjo rastit, është e vërteta, da them vari. Këtë e bëj me Rezart Spahiun këtë vari që e vërtetoi. Ishte penalti apo si ishte gol? Ma trego pak. Pse si mbeti është shpulla? Tani e bëre kështu si qurta në krahas të tjera që bëjnë ta? Tetanozën. Jo, tatuazh. Tatuazhin, po. Atë shpullën me 5 gishta, të qelloi me 5 gishta, babai Sajmiri apo me sa të preku pak? pak më shumë, nuk ishe në... Atëherë s'ka nevojë për tatuazh e tjera. Në mbyllje, Fation, ti je anglez me takun? Unë ka pas qenë italian, kur e ndiqja futbollin. Italiani bëri mirë se syri fare në botror. Syri. Tani ka probleme trajneri, ato e zgjidhin si qysh tek e tjera. Po kur luan për shembull Inter Liverpool, ti me takun zjeni dhe si ndani babën Sajmiri me Lilianën? Jo, unë zakonisht po ishte Juventusi më ndaj anë pak nga ana e Italisë, kurse për tjerat ndaj anën e anglezëve. Okej. Fation, të uroj një ditë të mbar, një ditë të mirë, gjithçka të mirë në jetën tënde. Dhe të falenderoj që pranove të flesësh për djalin e Qazimit dhe Qazimes, është original, për profesor Sallaken apo për Sajmir Dautin. E thë ndryshe, babai yt. Por dhe për nënën e mirë Lilianën, që është nëna jote. Falenderoj, Fation, për këtë lidhje të drejt për drejt. Vazhdoni të jeni drejt për drejt në valën e Radio Tirana 2, në FM 95.8 MHz. Emisioni mund të ndiqni dhe në portalin digital Spotify. Në studio, i ftuari special, profesor Sallakja Sajmir Dauti. Të fillojmë shfletojmë profesor Sallakja Sajmir Dauti pikërisht pasaportën sportive, që qenë zënës në 7 vjeçare të shkolla Vasil Shanto. Po, Ligj Vrakuqi, pasaj Vasil Shanto. Ligj Vrakuqi. Po. Gjimnazin tek Qemar Stafa. Gjimnazin e Qemar Stafa. Të lartën, Institutin e Fiskulturës. E lartë Fiskulturës. Çfarë kujton nga kjo pasaport sportive, nga fëmijëria, nga shkollimi yt? Po, në realitet kur isha në gjimnaz, në atë kohë, fillimisht lonja me 17 ndorin. Dhe them të drejtën, kur kam bërë golin me rafishat Elbasanit, nxënësit, shokët dhe shoqet e klasët mësuan që ka bërë Sallakja një gol me rafishat, por nuk e dini se ç'ishte rafishata. Mësuan aty se ç'ishte goli me rafishat. Domethënë nga gjimnazi mbaj mend këtë, plus që ishte një shkollë shumë e fortë ku kishte student nxënësa të shkëlqyer që arritën të kalojnë dhe të bëhen inxhiniera, profesora, doktora. Kështu që mbaj mend nga gjimnazi këto dy gjërat kryesore. Ndërkohë e fillove, më falë sotirë, Vasil Shanto, çat kujtojnë, se më duket ka qenë një mësuese aty? Aleksandra? Jo, Aleksandra, mama ime ka qenë shkollën Kristoforidhi. Po. Dhe siç kemi thënë edhe përpara, pa bërë lozhen në mëmës,
që nëse ka njerëz që do të bëjnë elozhe janë nëna. Ajo ka qenë mësuese në shkollën Kristoforidën në vitin 44-45 dhe gjithë plejadeve miqve dhe shokëve të Sallakës ose Sajmir ton të dashur ka qenë nxënës të klasës parë Ali Mema, Osman Mema, Robert Ndërniga, etc. Aty dhe kanë qenë dy shkolla interesante me strukturë arkitektonike italiane, shkolla Kristoforidë dhe shkolla Lul Gurakuqi. Në shkollën Lul Gurakuqi përveç fushës të madhe që kishin fushën e Stërvitjes, aty kanë dalë futbollistë dhe atletë të famshëm. Aty është Luka Iqimi, aty është Gani Xhafa, aty është Sajmir Dauti, aty është Lul Dauti, aty janë me 10 lojtarë që kanë dalë nga ajo lagja aty. Falenderoj sot tani dalemi pak te atletika. Si bëjnë të dyja sportet? Atletik 400 metra që është gara më e vështirë. Shumë e vështirë. Disa thoshin gjysmë thellësisë, disa të shpejtësia, se fat gara e shpejtësisë është 100 dhe 200 metra. Po ky 400 metrashi. Në realitet, kur isha në institut, Sokol Morina, i famshëm atleti joni, rekordmen kombëtar, më mori, kupton edhe më futi në garat e kampionatit kombëtar të atletikës me Institutin e Fiskulturës. Mirë po, në atë kohë nuk ishte shumë vrapus me 400 metra dhe 400 metra me pengesa. Kështu që unë me ato dy gara i jip një pik Institutit të Fiskulturës për të konkuruar në kampionati kombëtar të atletikës. Aty fillova. Pastaj kur shkova në Dinamo, të them të drejtën, edhe atletika e Dinamos të premten, se të dielën kishim ndeshje, të premten më fusin në gara 400 metra me pengesa, stafeta 4x100. Mi po ndodhi një diçka. Në atë kohë më shikon profesori Zini Gjinali dhe më thot, në gjoti vlla im, si thoshte ai, o këte, o ande, o me atletikën, o me Po të futbollin. ka qelluar në njëherë për shembull të kishe ndeshje dhe nuk të fuste bëje garën, pastaj bie ndeshja. Kur ndeshja bëhej te stadiumi Selman Stërmasi. Jo, përpara ishin garat, pasaj ndeshja. Okay. Garat ishin të premten për shembull. Se kam parasysh ca volejboll për shembull këtu tek fusha te ka qenë pallati Veror, tek Kryeministria. jo, Te pallati Pionerëve. jo, këtu tek Alidemi, tek Thesa, ka qenë ajo që tani u bë është bërë pallati i madh tani aty. Ka qenë fusha Lidemi të famshëm. Jo, Alidemi, këtu te rruga Elbasanit. Parku. Dhe kishte për shembull bënin gara dhe pastaj vinin luanin edhe volejboll. Kanë qenë lojtarë të mëdhenj. Atletika kështu ishte. Atje. Por ke pasur emra të cilët unë do t'i marr pa nga pak. Për shembull kam në linjë tani një emër që ai do të falenderoj për atë që ke bërë ti për ta. Luan Deliu, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zoti Pirro. Mirë mëngjes. Luan Deliu, çfarë lidhje ke ti me profesor Sallakën, Sajmir Dautin? Lidhje the, ajo është një lidhje shpirtërore që kujtohet çdo herë dhe çdo ditë. Një lidhje shpirtërore për arsye sepse profesori jon, kur ne ishim në zonës që vishim nga rrethet e nga qytetet e tjera, që ai që na dha një emër me dritë. Jo vetëm mu, po një prezi futbollistësh që në sajt punës edhe për kushtimit profesorit ne u bën për gjithë futbollistët që luajnë nëpër klube të ndryshme. Kështu që është prezi im, ai prezi i artë që ne kujtojmë të madhe. Si mos ta kujtoj unë apo Bashkim Koka, apo Kiçi Mile, Augustin Kola, Hasan Liga, apo thonë janë prez lojtarë që neve kemi punu dhe përse Sallaka na dha biti gjitha na transmetonte atë shpirtin e tij pastër, pa ne i qëllim të caktuar, po thjesht për të mësuar lojën e futbollit, thjesht për të qenë dhe neve pjesë e asaj loje në historinë e futbollit shqiptar. Kështu që është një mirënjohje dhe një respekt i jashtëzakonshëm për atë. Mere. Dhe nuk e di, e takoj shumë rrallë tash është moshe e madhe, por unë e falenderoj me gjithmen nga ky emision nga Pirakim Keliethi, e falenderoj me shpirt. Jo, falenderimi është ynë i Radio Tiranës për këto bigat, sepse në studio ne kemi parë lajthaj çdo javë tjera dhe sikur janë pak të harruar. Bastemi, falenderoj Luan Deliu për fjalët që ti thot shpirti për trajnerin tënd, për futbollistin e Dinamos, trajnerin i shumë brezave dhe shumë skuadrave, është profesor Sallaka. Falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë.
Faleminderit edhe juve, Pietro. Kalojmë tani në studio me profesorin, kaloj te të rinjtë e Xhavit Demnerit të shtatë nëndorit. Fakti me të rinjtë, siç e the, kanë qenë disa emra big në futbollin shqiptar. Për shembull, përmendet Xhavit Demnerin, i cili ishte një seleksioner, ishte thjesht një xhamaxhi, s'kishte bërë shkollë të lartë, po ishte rektor i seleksionimit. Aty ku të vinte gishtin Xhavit Demneri, aty duhet luaj edhe lu futboll. Ka qenë Bekush Birçe, kanë qenë emra të cilët janë të respektuar, që nxënësit e tyre u bën profesora, dhe profesorët pastaj kalon dhe këtu ishte bukura e futbollit, se kalon të zinxhiri nga një krah, nga një brez në një brez tjetër. Po më trego diçka për këtë Xhavit Demneri. Diçka që se ke thënë. Në rast se do të flas për një trajner të ekipeve të rinjve, Xhavit Demneri ishte model. Ai dinte të vepronte dhe të saksonte çfarë kishte një lojtar më pozitive në arsenalin e tij në lojë. Për shembull, në qoftë se kishte driblimin, ai ta shtynte të bënte ushtrime për ta perfeksionuar sa më lart driblimin. Në qoftë se kishte goditjet me kokë, ai vazhdonte të mbante dhe mas stërvitjes për të plotësuar stërvitjen me kokë për ata që e kishin si thua prioritet. Kështu që ishte një seleksioner jashtëzakonshëm dhe nga gjiri i Xhavit Demnerit, nga stërvitja e tij kanë dalë lojtarë të ekipeve kombëtare, nga më të mirët që kanë nxjerrë, domethënë koha në atë periudhë. Megjithëse ke komshi dinastia Kasmi, kujtim Kasmi, që basketbollist që është në Amerikë, përshëndesim gjigant, filloi te Xhavit Demneri si portier. Kujtimin? Po. Pastaj Panajot Pano e filloi te Xhavit Demneri. Po e filloi portier. Panajot e filloi portier. Dhe në një rastësisht kur doli përpara, i tha në asnjë mënyrë, tha, e nxori në sulm, aty pastaj vazhdoi të kohën në sulm. Dhe ban kujtime të jashtëzakonshme me këtë brez që për hir të vërtetës shumica duam ne ka ikur në parajs. Janë larguar nga kjo jetë. Por kujtimi tyre, unë jo pa qëllim e thash në fillim të emisionit, jeta e njeriut është sa kënga e një zogu. U shua kënga e Gjin Bubeqit, por kënga e tij vazhdon, futbolli luhet akoma. Tani jam lidhur me një tironc. Ai ka dy emra, një Ben Bukoviku dhe një, nuk e di, Ben Bukoviku. Bukaviki. Ben Bukoviku, jam në studio drejt për drejt me profesor Sallaken Sajmir Dauti. Po jo, pa i të shau të tha Ben Bukoviku, se ishte në i futbolist më tha Ben Bukoviku dhe mi bën, imagjinon tani, të bashkosh gishtat edhe ta tundës shu, që do thot ka qenë çun i mirë, ka qenë futbolist i mirë. Të uroj shëndet, ma kujto pak, qa kujton ti për? Qa kujton Ben Bukoviku për profesorin ton në studio, një nga idhujt e Dinamos dhe të shumë ekipeve që eksperimentoj, nga njerë nuk e kuptonin, është fjala për Sallaken. Sajmiro? Po, të dëgjom. Sajmir, mirë jema? Mirë është, shumë mirë është. Po. Shqyqyr, se unë kom shkua në një shtëpi ku e ka ai me Bençelin, e kom taku një dy herë ti. Po. Nuk e kom pa mo. Po tani ishte vapa, do të gjeshkon, se o do vish në 4 të mjesit, o në 9 të darkës, se nuk dilet. Nuk dilet. Ti për shumë ke eliminuar gjuetin me peshko, nuk shkon më the. Tani sa të ftofet pak. Jo, për shkoj për pesh, po kom një si brigadier këtu një yll Vibra më duhet mu. Po. Ai është si brigadiri jonë atje dhe ai më ka përjashtu mu se ti nuk shep sa ti e qarë këtë ju. Shaj më ka fillu të shamu ata. Të morshin kegjen se ke Radio Tiranën, ti ke Sotirin. Po. Mi të bosh, adhe se bëjmë shaj. Jo, tani më trego pak për profesor Sajmir Dautin. Sajmir Dautin e njoftë shumë, që me të rritë e njoftë. Po? Sajmiri, lesi djali shkëllqyre, shumë kom pasë edhe afrë malës, pa, edhe si lojtarë gjenë mje.
U bodhe treneri e ekipit të rive, ka pas bilës këtu e ka pas Il Dibrën që thashë ty e ka pas nja 4 vjetë e ka pas 3 vjetë numër. Po? Ne e kem pason Salake atere. Po? Salake. Një djali shkëtire ka qenë, djali shkëtire, komunikushëm, mrekullushëm. Më falë, këtë pyetje se kam bërë do t'ja bëj, jo do t'ja bëj edhe profesor Sallakës në studio. Te Tirana, më tepër keni qenë një familje e madhe dhe futbolli është lojë kolektive. Në qoftë se krijohet një krye familjar që është trajneri, në qoftë se ka dhe një president të mirë, në qoftë se ka dhe një punojës fushë i mirë, ai ekip ecën. Dhe Tirana bëri revolucion. Tirana mund uli Dinamon dhe Partizanin. Megjithëse ka një histori do e pyes Sallaken, ku luti me Dinamon humbi një rast, bile u përplas me Skënder Alilin, nuk i dhanë një penalti dhe thanë, ama ky është me Dinamon, nuk ja la Kastile për ne u rraf Tirana etj. Kjo suksesi i Tiranës është e kolektivi ka qenë? Ashtu është kolektivi ka qenë, e vërtet. Ishte individ, kolektiv ka qenë. Okej. Luftarar. Të falenderoj. E përshëndet se Ben Bukoviku. E përshëndet dhe shëndet të plot. Edhe profesor Sajmiri të në kokën dhe thot shëndet edhe ty Ben, sepse shëqyr që jeni nga të pakët që kam betur nga i staf i jashtëzakonshëm dhe lumë ne që ju kemi. Ty në kujto ka jetë, ty në kujto. Ja, lumë ne që ju kemi, drejt për drejt. Sallake ishim pikërisht me Ben Bukoviku, ose ka i Ben Bukaviki, kishte dy mbiemra, sepse ka një preardhje tjera. Dhe ka një respekt jashtëzakonshëm për ty. Fillimi te Shtat Mendori për shembull ndeshjen e parë. Shkove te Shtat Mendori, nga të rinjt kalove te ekipi i parë, te Shtat Mendori. Dhe ku ka qenë kjo dueli Shtat Mendori Partizani, për shembull Taku më kujtoi pak, po Taku që më the për kupën e gazetës Sporti Popullor, ka qenë një gazetë gjigante, se sot laj tha një emër është, dhe shtypi i vetëm që ishte qindra vjeçar, u mbyll. Nuk po i pasaj. Kur ty të futën në pjesën e dytë, dhe këtu fillon ajo Nofka Sallakja. Pra ndeshjen Shtat Mendori Partizani. Po, përmend edhe pak më përpara, kaluan 10 minuta nga pjesa e dytë edhe më thot të zhvishesha, të bëhesha gati për të hyrë në fushë. U zhvesha, lojta krahja, më dola në fushë, topin e parë që ka marrë ke mezi fushës, ma jep Nuri Bylyku i ndjeri, ishte kapiteni i skuadrës, mas i kaloj Deli Alisin, e kaloj nga këma majtë këmën e djatë, ke harku i mezit fushës e dërgoj topin e rjetë, ishte Maliqati në port. Ishte goli i parë. Dhe të morën në ekip, por nuk të morën në Turqi. Problemet tjera ato pasaj. Qa problemi ka? Jo, kur shkuan, mas ca kohësh, mas shumë kohësh, më thot i ndjeri Fatmi, po ti qpate, thot, i rria mund, ka ko do dalje, qa do t'i thosha? Kështu që nuk vajta. Ja tani ma thot vërtetën, nuk doje ti të shkoje se linde Takun, linde Fationin, kujdeseshe për bashortën tënde, apo më vonë more vesh Kleçka, që është biografia që ka marrë në qapë, kush e di se sa familje, individ, biografia e keqe, që është atëre. Shiko, biografia që do më thënë se si ka influencuar në karierën time sportive ose në jetë të përgjithshme, ishte shumë e shkurtër. Nuk ishte jetë gjatësi, ishte shumë e shkurtër. Do me thënë, në qoftë se jam penguar në ato vitet e para të karierës time sportive, nuk jam penguar më vonë, sepse nuk jam penguar më vonë, jam penguar në ato fillimet të karierës time sportive, sepse çdo gjë pasaj u venit dhe u shujt. Kupton apo jo, edhe ajo e babait, edhe era dytë në ambasadën sovjetike, për një muaj u shujtën të gjitha. Dhe këto, si të thuash, ishte më tepër zgjidhja që bëri shteti, kupton apo jo, që dikush më thoshte
kur shoqëroheshi me mua shok të tjerë, ky është i deklasuar, i ati ka hedhë bombën në ambasadën sovjetike, kupton e shumë gjëra të tjera. Por shteti asaj kohe i sheshoj të gjitha që s'ishin asgjë të vërteta dhe unë nuk kam se ta quaj veten një persekutuar dhe se kam quajtur asnjëherë veten të persekutuar. Se do ishte dobësia e karakterit tim, edukatës time familjare. Sepse Dinamo më nxori jashtë shteti, kupton, apo jo më nxirte jashtë, kupton, më emronte në shkollat më të mira, në Petroninin, në mjekësore, për një kushtat të dorë. Por një vit të quante Lushnja, ku luajte me traktorin. Një vit vajta te Lushnja për faktin për të marrë federimin nga Tirana. Edhe kur u ktheva nga Lushnja, nuk e mora dot federimin. Atëhere, i ndjeri Zini Gjinali, i thot babait, bjere djalin në Dinamo. Më thot babait, po shkoj, thashun. Ziniu si duket, ishte marrë vesh me krerët e Dinamos, deri lart, edhe ata i kishte thënë fjalët më të mira për mua dhe për asgjë për baban. Sa vura këmbët në Dinamo në qershor, në fillim të korrikut Dinamo iku në pin. Jo, do të them stop. Sepse kam në linjë tani një emër i cili është ikon, ka qenë nxënësi yt, ai quhet Andrea Marco. Andrea Marco, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje profesor Sajmiri. Profesor Sajmiri krenohet me ty. Ky thot, krenohem unë që të kam çun lagje. Po i kemi qenë kombinac. Jo, kemi qenë kombinac, Kombinati ka qenë lagje gjigantësh. Aty ka qenë profesor Bashkim Kukelin, mos them Bushi, Çimuça, Andrea Marco, kanë qenë nga kombinati i tekstilit Stalin, ku ndërtoi një skuadër tekstilisti. Unë isha fëmijë atëre, isha krenar që isha rezervë e parë e tekstilistit. Andrea Marco për Sajmir Dautin Sallaken, për profesorin ton. Tash ti ty të kisha në kombinat, profesorën e kam këtu ke tregu elektrike, në kom kështu që takohemi shpesh, me gjithë se unë jam largu të shti. Qiko, me profesor Sajmini, një dhe me të njëtë Dinamos, në 72, profesor Sajmini, kemi me Dinamo. Pastaj me atë moshat dhe në 74, të pasem duke se erdi profesor Durim Sheu, dhe u largua profesor Sajmini, duke për të ardhur pastaj në 1980, kur dojnëm kampion, një ekip absolut, përdes kampionatin me personin marrë një 5 javë para, dhe pastaj fillon të boshim dera, këta, i skuadët e pa arritshme. Ishte, kur erdi Sajmiri, profesor Sajmiri, dhe më në ekipi parë, ndryshoi një lloj fizionomie, se ishte ajo diktatura e 78-s, ishte vllaznia 79 Partizani, që ishim një 2 vjet pa marrë kampionat, ne? Nga basa 7-s, edhe një frymë e re, një mënyrë tjetër interpretimit të servisit, një mënyrë tjetër e konceptimit të lojës, dhe që në atë vit ne do të thonë vetë bëm një skuadër tepër fantastike, kështu që merita kryesorit atë profesor. Kër taktika në të rinj që i bënte profesori, i kuptonit apo si kuptonit? Sepse ki bënte inovacione nga njerë. Për shumë ka një rast, do ta themi mbas pak, do ta kujtojmë rasti Agustin Kolës, që ishte marrë si përforcin te Dinamo me një ndeshje ndërkombëtare, që e futi bek të majt, gjithë u habitën, ç'është ky begu i majt Agustin Kola sulmuesi i majt, po që luajti begu i majt. Shiko, Agustin Kola mbrojtësi i majt, unë aty majt e shit Ballini, sulmuesi i majt, e ke parasysh çam u majt poja atje. Megjithatë duhet të themi se është mënyra tjetër e konceptumit të lojës, ishte duhet shkoqe direkt e futbolli modern, sepse kuptohet futbolli kishte gjithmonë pjesë evoluese. Kurse unë them që atëherë bën një kompleks fantastik, kështu që me profesor Sajmiri ishte i parë që futi talentin numër 1 të Shqipërisë, Temollarin, e futi informacion të 17 vjeç. Ka futur në parë ndër. Tash ti e kupton që personi ka nevojë edhe për komplimente, por veprat flasin, kështu që çdo gjë që është arritur, ka arritur gjithmonë me punë saktë, kuptohet. Dinamo ishte një shkollë e madhe futbolli ku duhet të praktikohet gjithmonë gjithë elementë shumë të kondicione, të teknikë, të marrëdhënie, kështu që me personin krijon një grup fantastik. Ne kemi marrëdhënie të mira, kemi rrit gjithmonë çfarë themi. Fjalë të mira them vetëm për profesorin, kemi marrëdhënie shumë të mira, takohemi shpeshherë, diskutojmë për futbollin,
profesori bën një koment kështu për futbollin. Vetë një gjë që luajti me Dinamo, se po të kishe luajtur me Tiranën, do ishe bërë trajneri kombëtar, se s'tinte shoqërinë me Zyber Konçën. Këtë falë edhe nga profesor Berti, i mungon Lagjës. I mungon Bertit, Bergarit, bëjt fala. Falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje profesori nga ana ime edhe nga Beti, thuj këtë falë profesorit. Këtë falë nga çifti Marko. Turojmë jetë të bukur, jetë të gjatë, trujt Zotit. Faleminderit Andrea Marko, faleminderit. Dhe tani kalojmë atje ku e le, se ne nuk harrojmë kur që të grumbulluan me Dinamon për një turne në Kim. Ku ti shkëlqeve? Sa vajta, domethënë në Dinamon qershor, Dinamo mori pjesë në një turne në Kim 2 mujorëshe. Dhe në atë turne Zeni Gjenali më futi informacion, do më dhe sa shkova në Dinamo, isha titular në formacion. Dhe më kujtohet që në 4 ndeshje që kemi bërë në Kin, kam shënuar gjithsej 4 gola. 4 gola. Kur u kthyem nga Kina, me të kthyer nga Kina, ndryshuan trajnerët. Në vend të Zeni Gjenalit erdhi Skënderi Areci. Më mbajti në formacion, nuk më hoqi dhe atë vit kam qenë dhe golashtnuesi më i mirë i kampionatit me Dinamon. Të ndalemi pak te golat. Dhe nga 8 gola shënove 4. Goli ka qenë qëllimi yt, qëllimi i sulmuesit, sepse tani njihet dhe asist. Nëse ti e ka rasti për gol, por shoku jot, Taku për shembull, është afër golit i sigurt, ti bën pasimin te Taku dhe bëhet goli. Apo nganjëherë ose Mülleri nuk ka qenë lojtar i shkëlqyer me Gjermaninë, me Republikën Federale Gjermane, apo ishte në vendin e dur, në kohën e dur, që bënte vetëm sa shtynte topin te gol dhe ishte goli më i bukur në botë. Tej atyre findeve, gjuajtje me rafishat, gol spektakolar, brenda zonës shohim me kokë të 1 metrëshi, njët me portën unë bitet. Si ka qenë goli për ty? Shiko, goli është intuit. Një sulmues, në qoftë se nuk ka intuit për para portës, nuk mund të shënoj gol. Okay. Është intuit. Plus që është dhe problem teknik. Po, mendon kështu për shembull telefonuesi që ishte në emisionin ton para një jave, për shembull Alit Gega. Alit Gega, mirë mëngjes Alit Gega. Mirë, zoti Piro, si keni mirë? Emisionin tënd ne e filluam me profesor Sallaken, profesor Sajmiri, që tani keni ndruar rolet. Në atë karike ku ishe ti, tani ish ulur profesori. Si kujton pikërisht profesor Sallaken, Gega Aliti i ri. Tani është në pension në Gjermani. Ma kujton pak profesor Sallaken. Profesor Sallaken mi mjes, të rejshmet e gjithat mija familjaresht. Unë kam marrë në 1973 nga bëra mësuve, edhe kam dhënë provat mjështri sportive. I kam marrë normat nga të mirë të asaj kohë me fjalë. Atë si profesor, e kam pasur profesor Sajmirin, profesor Sallaken. Profesor Lynallen, Lëni Radashin, Bari Ishken, Sajbeteqin e tjerë. Po profesor Sallaken, për mu, mund të keqen nga trajnerët më të mirë Shqipërisë. Profesor Sallaken dhe profesor Bari Ishka, jo që ti uli tjerë. Edhe maj kujtime dhe gjanat më të mija, se dhe më 68 vjetë, e respektoj, e quj si vlatë madhe, se dhe profesor Sallaken dhe dhja 42, i ka bot të dhe 4 vjetë, e urejt bot i shindjesh me kome me dur. Po, a i diti i sot e mësova unë që djali Taku nuk ja festoj se ishte ditë zije në thonjza se u eliminu Anglia, ishte kampionati botror, kështu që e ka një ditë lindje borç, që nuk është bërë akoma koriku i këtij viti, sepse u eliminu Anglia. Po, ka qenë tifoz. Unë maj kujtimet më të mija njët, sepse atër unë preashtova nga Shkëndia, dhe në 78, në 79, profesor Sallaken erdhi trajner me ekipin e Dinamos. Po? Dhe unë, në atë kohë me fjallë, ishte koha që me kanë djalin Verosi, kishte emni i lirë, i madhi, ishte tifoz i Partizanit. Unë isha tifoz me Partizanit, me thonë drejten, dhe desha që shkësha këj Partizani. Do ti, ata e mojnë vesh Ministri Armenshe, po shkësha do shkësha ushtat, do mërë të Partizani, dhe në dorën shkollën e Ministrisë me në një jave, në Baransur, ka qenë krytar degë një Suleman Abazi, atë u bot drejtori i sigurimi shtetit.
pa shkollën nuk I kisha me dëshirë, me thonë drejtën. Edhe e la shkollën, e ta 2-3 muaj dhe e la sa shkollë, po vazhdoa futbolin me profesor Sajnimin, 79-80 dolem kampion, kemi fitu kupën, Spartakate nuk I majmë në tjera. Alit, po pse s'ma thu Shqip që t'ju fute mik të profesor Sallaka, duke qenë trajneri I Dinamos, që I njifte nga Shkëndia të trinj, të mori mik. Nuk isha mik, unë isha kisha fitu kupën Ballkanike në 78-ën. Po ja ta gjë profesor Sallaken. Sallaka u fut mik Alit Gega? Alit Gega u fut? E unë? Po. Gjallë në botë. Pse me gjallë në botë? Po me të gjallët bëhet miqësia, nuk bëhet me të vdekurit. Unë e kam pas parim në futboll, nuk pranonja mik, pranonja aftësitë e futbollistit. Alit Gega ka pas aftësi, kështu që nuk ishte problem për miqësi. Po. Falenderoj. Profesor Aliti, vetëm për çështje kohe, si do ta urosh profesor Sallaken? Profesor Sallak vjoj smet, familjarisht, zonin ta kemë, jetojmë bashkë 100 vjeç, ose është materiali fort, se vjen nga familjet më të pasuna Bejlere në vjejnë plasa. Po e të në atë ko profesorja ka një përsekutu, me thonë drejtës. Nuk e ka pas zonin shumë nalë. Që ka qenë koha e diktaturës të asaj koha, po gëzoj respekt sa të më gjallë. Për profesorin, për familjen e profesorit, ka pas dhe e kam në Lulzim Dauti dhe e ka lujt me Partizanin, po pak. Po. Besoj është në Amerikë. Po, ka lujt edhe me Kombinatin. Po, tekstilisti, një skuadrë gjigant, unë kam qenë fëmijë atë, në vitë 2 gjimnas. Të falenderoj Alit Gega dhe të fala Jezercës. Mos marroj Jezercën. I cila I ka premtuar diçka dhe do ta realizoj atë që I kam thënë, se ne në radio se marrim fjalën. Po edhe për vajzën tonë, Faleminderit Alit Gega. Atë çfarë profesor Sallaken, miru pafshim. Miru dëgjofshim. Vazhdojmë në studio me profesor Sallaken. U grumbulluat me kontarin me trajner Loro Boriçin, por nuk u dhëtua drejt Jugosllavisë. Ja, problemi ishte kështu. Unë e kuptova pse u grumbullova në ekipin kontar, sepse duke qenë gollashnuesi më I mirë I atit vitit, I kampionatit ton, stononte në rast se nuk do të grumbullohesha në ekip kontar, që një gollashnues I kampionatit nuk arrin në ekip kontar. Më mori Boriçi, bëm një ndeshje miqësore tek stadiumi Qemarstafa me Kuçovën, qytetin Stalin, arrita të shënoj dhe 3 gola nga 8 golat që u bën, po gjithçka ishte e zgjedhur, nuk arrita, kupton apo jo, të hyja në formacion apo të shkonja dhe në Jugosllavi për ndeshjen e kthimit. Në herë dhe vjen një moment që e lat futbollin e lojtur. Pse e lat futbollin? Futbollin e kam lënë në moshë shumë të re, psova dhe një dëmtim në gishtat e këmbës, shumë të rëndë, dhe sa e lash futbollin, Dinamo më thiri dhe më mbajti trajner këtë rinjt. Kjo është kapitull më I artë I jetës tënde. Po. Trajner. Shumë kanë marruar edhe atë FIFA Pro, kanë bërë atë Covercianon, breza të tërë. Po pak janë shuar si trajner, domethënë formalisht një që marron Covercianon në Shqipëri, çdo njeriu ka të drejtë të marrë një ekip A në të gjithë Evropën. Por nga njerë, kur bëhen shumë, domethënë ka rrohet një sasi, harrohet cilësia. Ju, ti ke qenë pa Coverciano? Kam qenë Coverciano. E ke bërë, po nuk u bërë trajner se kishte Coverciano dhe të morën tani Coverciano, po ty të bëri puna jote, atë që dhe në fush. Pra atë që jepte Xhavi Demneri, mësuesi yt, vazhdove ti nxënësi që u bëre profesor dhe rrite brezat që disa ne kemi kërkesat jashtëzakonshme për ty për në emision, po do marrim më esencialen, pikërisht numrin 9, që është një nga figurat e pas do kemi pastaj një kampion bote. Do ta marrësh vesh, nuk e di akoma, as Taku, as Sotiri, unë e di. Do ta dëgjosh me zërin e tij se si do të falenderoj një kampion bote aktuale. Kampion bote në kampionatin botror të Amerikës, ku ngriti me trajnerin e Spanjës kupën e botës dhe I tha faleminderit dhe pranoj ftesën që ty në emisionin ton. Ndërkohë, si trajner I vure vetes qëllim, jo thjesht pik për pik, kampionat për kampionat,
por njëri të çante dhe të bënte emër, si ishte rasti Andre Markos e kështu me radhë të tjera. Ky është qëllimi jot si trajner? Sigurisht. Primare kisha zbulimi i talentit. Talentin kisha primar, mos i hanja hakun kur futbollistëve dhe nuk nguronja që të fusja futbollist edhe në formacion shumë të ri në moshë. Në rast se kishte futboll dhe shumë të ri e kam futur në moshë. Jo vetëm me Dinamon, jo vetëm me këtu, po dhe në ekipe edhe në Shkëndinë e Tetovës, edhe në klubet e tjera, në Berat, Kokalarin për shembull. Edhe në Berat. Por më kujtohet një emër për Sallakja, pikërisht që ti ndoshta të kritikuan që e fute. Ai atëherë ishte nuk ishte këtë namin e madh që ka sot e tjera që arritur Majat është një nga më të mëdhenjt e Sulejmanëve të madhnishëm, se ka shumë futbolli, Sulmema, Sulmaliqati e tjera, po ishte fjala për Sulejman Demollari. Ti e zbulove, ti e fute, thënë pse e more, si qysh, më trego pak? Kishim një lojë kontrolli ditën e ente dhe nuk bëheshim 1-2, mungonte një lojtar. Ishim 1-1, më thoti deri Vasilaj Zëri. Profesor të është një sul, aty ke një metjanari, është lojtar shumë i mirë. Unë duke pas parasysh se kush po flet për një lojtar shumë të mirë, kosyri i Vasilajit nuk gabohet sepse ishte mjeshtër në teknikën, thot është shumë teknik. I them dikujt, shko thireni. Vjen sul aty dhe thash me veten time, sul Tirana, sul Partizan, ke dhe Dinamo një sul, i thash. E futëm aty, dola për jashtë, e pash. Shiko, lojtari nuk se zbulohet, nafta zbulohet dhe kromi lojtarit shfaqet. Jo gjithnjë, se dhe ne premtum që të zbronim naftë, por nuk zbulohet. Ai u shfaq aty dhe me një herë që i kam thënë të nesmen shefit klubit që për ta furtur në trajtim. Fatmirësisht ai kishte hyrë në trajtim. Edhe mbeti aty. Për herë të parë pasaj kur u bë një ndeshje në Lezhë kampionati, e kam futur në formacion. Dhe aty nderoj veten ai, ishte 17 vjeç dhe unë që mora një iniciativë që Lezhë ishte shumë e vështirë për ta kaluar ndeshje, bëri dhe golin, kështu që fitoi 1-0. Me golin e Demollarit. Po. Aty Sula mbeti gjithmonë. Por faleminderit. Po është një super talent, nuk flitet për të, nuk ke ç'thua për futbollin. Po mund ta kritikosh pak për shembull, ka në një tmet se çdo lojtar ka një tmet, një gjë, një cenë, një gjë. Ke diçka për Demollarin për shembull? Asnjë tmet nuk ishte për mua. Ç'u thua ti? Asnjë tmet. Sotir? Për Demollarin? Mendim jam. Okej. Por ne vërtetojmë, tham barin ton. Reze Art Spajiu të falenderoj që kam në linjë të drejt për drejt. Emrin që përmendet, një nga më të mëdhenjtë të futbollit shqiptar, flasim kur ishte fëmijë dhe zbuloi Sallakja Presori. Sulejman Demollari, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Sa mike fut të profesor Sallakja, sa mike fut të Sotiri, që po të ladrojnë kaq shumë. Flas gjithnjë në fillimet, se profesori tha, talenti është o nuk është. Nuk është zbulohet si nafta, që nga njerë e gjen, nga njerë nuk e gjen. Po Sulejman Demollarin, që kur e pash me rekomandimin e Vasilaj Zërit, që ka një emër stadiumi Era Albania, një tribuna ne që quhet tribuna Vasilaj Zëri, si që ka këne që quhet Fatmir Frashi, si që ka këne Panajot Pano, që unë për të gjithë vërtetës jam për një emër dhe jo për copëzime e tjera. Po kjo është temë tjetër. Sulejman Demollari, sa mik fute të profesor Sallakja, sa mik fute të Sotiri të lavdruan kaq shumë? Kira, me profesorin nuk kam kaluar jashtëzakonisht shumë mirë. I ruajmë edhe marrëdhëniet edhe sot, biles para pak kohësh jemi takuar në promovimin e librit tim, ku bën pjesë edhe profesorët e mirë, kështu që i ruaj ato marrëdhëniet të respektit dhe i uroj një shëndet të plot edhe mbarësi profesorit. Dhe janë fjalë të vërteta ato që thotë që mbështetjen e parë kam nga profesori dhe idhullimi mbiri Vasilaj Zëri se jam rritur me të me që kemi qenë edhe komshi shumë afër njëri me tjetër. Sulejman Demollari dhe vjen një moment pastaj si padashë fluturove dhe u bëre idhull pa mik gjithnjë me punën tënde në kryeqytetin rumun
te Dinamo e Bukureshtit. Ai sa kolegu sot është drejtori im Genc Ymeri, keni bërë një dokumentar pikërisht Demollari në Rumani. Edhe sot, mas kaq vitesh, ata të kanë idhull. Edhe sot te Dinamo duhet të kenë idhull, por nuk e shikoj këta. Sa dhe fitoria e madhe e Dinamos këtë javë, nuk e di, ka dhe një bazë, një taban, kati parë, kati dytë, dhe këtë tani vazhdon kati tretë, se kjo Dinamo City nuk lindi sot, po lindi, ku di unë, me profesor Sallaken, pastaj vazhdoj me Demollarin, me Qeqon, me Përnaskën, me Zërin e tjera. Kjo gjë nga njerë ne harohet, dhe o labdrojmë një trajner Ilirdare gjigant, o e shajmë Ilirdaren që thot u eliminu e tjera. Sa vlen kjo për ju, Suleman Demollari, tradita e djeshme e shkëlqyer që ka një të tashme stapël për të nduar pastaj për të ardhmen? Po, Pira. Unë jam rritur në një Dinamo, një nga ekipet e gjendë të futbollit shqiptar, dhe sigurisht më vjen mirë kur edhe rezultatet janë mjaft të mira, siç është kjo e fundit, ku Dinamo do marrë pjesë në play-offin e Kupave të Evropës. Po. Është diçka që e pretit dhe juve që unë kam kohë me miqë, me shokët, me shoqërinë time. Në nga tonë ajo, Dinamo City, me gjithë ne themi që ne jemi të Dinamos 1950, por kjo Dinamo City edhe me thënjet e drejtuese, që ku përsëri do largohet e do mbyllet ajo. Si që ne i tonë, Dinamo Tirana 1950. Qa, për rezultatit, për trajnerin, për grupin, pa tjetër, me rikëta. Dhe te i modestis ti ke një lidhje dhe me djarin e presorit pikërisht me Taku që e kam në studio. Taku të dëgjon, Taku përshëndetje? Përshëndetje. Qa lidhje ke Taku në studio? Qa lidhje ke? Sepse unë kam studiu rreth gati një vit në Bukuresht. Po. Edhe nga një prezantim kështu normal, unë i nxjerr gjërat dal nga dal kështu, edhe i them, po e njoh, i thash, dhe fillon kemi pasur, po e njoh. Si e njeh, më tha, po e njoh kështu. Kur i thash unë kështu, ata hoqën ata, hajde për drek, hajde do pim, hajde me ne. Flas në 2004, në 2005. Edhe mos them tjetrën, para 6 muaj, një turist rumun që e takoi rastisht Tiranë, kur i përmend Demollarin, kur i përmend kështu. Shkoj atje, u lidh me Rumanin, kur të vi atje dua ta takoj, aman, do të shkoj unë ta marr te shtëpia, e kam shtëpinë afër klubit, njoh kapën e Ultrasit, gjëra të tilla të imagjinueshme, dhe ai ishte vetëm 30 vjeç, Po. Domethënë ai e kishte me dëgjuar nga babai vet. Kur të merrte për drek do thoshte Demollari, kam mik edhe sot Ilin dhe Piron, dhe vinim edhe ne sot tjerë, do na ftohte. Kam dëgjuar me vesh të mi tek ekuivalenti Supersport në Rumani, një emision me 3 të panjohur për mua aty, kur njëri i thot, unë kam luajtur me Dinamo Bukuresht me një nga më të mëdhenj që ka luajtur i huaj në Rumani. Mbase më i madhi për mua, tha Suleman Demollari. Okej. E kam dëgjuar para 6 muaj. Sur tani e besoj që ti nuk fut mik. Taku po ti thot gjërat me shpirt, me zemrës, e i ka të jetuara dhe ti thot. Përshëndet edhe Takun. Dhe të përshëndesim dhe ne, dhe tani më duhet se po vjen rada jote, masi të kaloj kjo e nxehtë përvoluese që po përvolon gjithë botën, ti do na tregosh nga goja jote rrëfimin tënd origjinal, siç po na tregon profesor Sallakja rrëfimin e tij origjinal. Përshëndes dhe të urojmë shëndet dhe jetë gjithçka të mirë për ty. Gjithë të mirë dhe ju, e kalofshi bukur. Përshëndetje nga Taku, nga profesor Sallakja. Faleminderit Demollari në këtë lidhje të drejtë për drejtë në emisionin ton, sot i për Demollarin. Demollari. Taku, nuk e din këto gjëra, që ishte dhe është një nga më të mëdhenj, mbasi e ka lënë me futbollin. Një turist që ka miliona që vinë në Shqipëri, kërkon të takojë Demollarin. Në mënyrë lakonike, një shprehje e bukur thotë që elekuenca për një sportist përpara fakteve është plur. Demollari është nga talentet e shumta në Shqipëri, po ai ka një kulminacion se luajti edhe nga ekipi më të fortë të Dinamos Bukureshtit
Dhe aty ka qenë si një kujdesar për gjithë sportistat që kanë shkuar për Lat Musa, Ben Minga, djaloshi që ka qenë aty për studime. Dhe unë mendoj që Demollari është një postulat i futbollit botëror. Dhe vazhdojmë në studio me Bigun, me ikonën, si futbollist dhe si trajner. Tani këtu po ndalemi. Pasrinës futbollit luajtur caktove trajnerit e trinjtë të Dinamos. Njëse një etapë të re në karrierën tënde, duke filluar nga A-ja, se klubi nuk ishte tradit në këtë grup mosh. Po, kur kam vajtur trajner, domethënë që u emrova me trinjtë të Dinamos, sinqerisht në klasifikim vite të shkuara, ekipi i trive Dinamos reshtohesh në vendin e 7-8. Në atë kohë sigurisht me punë, po dhe me një kontingjent lojtarë shumë të mirë, arritet të dalë në finale me ekipin e Shkëndis të Zyber Konçit. Dhe në aneksin e Dinamos, loja ishte 1-0 për ne, ata u detyruan, Vasilaj Zeri ishte jashtë fushe, i dhan këpuc, futi Vasilaj Zerin që më mundi 2-1. Domethënë Dinamo në atë kohë, kupton o ngrit dhe në tradit me ajo Shkëndia ka qenë e pamshëm, pastaj ata trinjtë u bën me Shkëndinë e madhe që çuditën botën dhe u bën furnitori i Dinamos pastaj. Domethënë mas i trive Dinamos, në atë kohë kur kam pas trive Dinamos kam qenë mësues i edukimit fizik në Petronin i Luarasin. Mas 4 vjetësh më thret Instituti Fiskulturës dhe shkoj në Institut Fiskulturës në shkollën e futbollit dhe më dhan ekipin e të rinjve. Në atë kohë po nuk dole kampion që vitin e parë. Po, të 2 herë kam dalë kampion, me nga 6 ndeshje përpara mbaron, se ishte 2 pikëshi, në atë kohë nuk ishte 3 pikëshi. 5 javë, 6 javë përpara. Po kisha një skuadër ku bënin pjesë lojtarë si Pandeli Sare, në Port, Bushati, ishte Luan Deliu, Agostin Kola, Kristaq Mile, Hasan Lika, Dalipi, Jelbasanit, domethënë Milo, kisha një skuadër që bëri buj domethënë në atë kohë. Veç të fitimi i titullit kampion, po dhe luante shumë mirë futboll sepse kishte edhe lojtarë talentuar. Ndërkohë përmendë disa emra, Pandesare, me Luan Deliu u lidhëm, Kristaq Milen. Kjo Shkëndia grumullonte të gjithë të rinjt që ishin në shkollë të mesme, që luanin me të rinj nga gjithë Shqipëria, pra ishin talentet e gjithë Shqipërisë. Sidomos vitin e parë, të dytë, po them edhe pak nga viti i tretë, shkolla mjeshtrisë vilte lojtarët më të mirë që kishte Shqipëria nga të gjitha rrethet dhe vinin me shumë kënaqësi, i dërgonin dhe prindit. Më vonë pastaj kur ka kaluar ke qytetin Nxënësve, nuk vinin lojtarët më të mirë, i mbanin klubet dhe kështu që shteroi dhe shkolla futbollit ra dhe në klasifikime, ra dhe në si thosh në prestigjin e saj. Sa atëherë për i vërtetës, për Sallake kishim në strukturën klasat sportive që furnizonin ekipet dhe për ne ishte Shkëndia. Tani jam lidhur me Bashkim Delin. Bashkim Delia, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ja kam në studio profesorin tënd, Bashkim Delia, pikërisht profesor Sallake, Sajmir Dautin. Bashkim Delia, si ma kujton këtë emër, sepse ti u bëre dikush te Dinamo, por Shkëndia si talent i dhe kur ke qenë i ri, me profesor trajner Sajmir Dautin. Faleminderit Piro për profesorin, është nga profesorët që unë kam pasur edhe ke ekipi trive, është nga profesorët, o themi më punëtor, nga profesorët më të talentuar në drejtim të futbollit shqiptar. Jo vetëm në futbollit dinamovit, por edhe të futbollit shqiptar, sa ai ka qenë një personalitet dhe është një personalitet i futbollit shqiptar, për vetë faktin se ka drejtuar ekipin e trive. Unë mbaj mend vetëm disa gjëra që më kanë deri në sot i kujtoj, jashtëzakonisht i kujtoj kujtimet më të mira me profesor Sajmir Dautin ose Sallake, siç i thon, nga futbollistët më të talentuar të futbollit dinamovit dhe shqiptar. Kur kam qenë në vit parë ke Petronin Luarasi, ka qenë me të ndjerin profesor Dorin Sheu. Në qoftë se keni në studio dhe besoj duhet të i kujtohet. Dhe i thot profesor Dorin Sheu, i ndjeri Dorin Sheu i thot se ishim në vit parë ke Petronin Luarasi, i thot merre këtë futbollistin ke tri, thot,
profesor Sajmiri, se ke jashtëzakonisht talentuar futbollistë mirë. Po, është e vërtet. Mua afrua në dalje të shkollës, Petronin Luarasi, e thot, profesor, thot, unë do ta marr këtë vitin e dytë të gjimnaz. Dhe ndodhi ajo që ky jo vetëm që është një trajner i palodhur, jo vetëm një është trajner i talentuar, por ky profesor Sajmiri është një seleksioner i shkëlqyer. Për vetë faktin, përveç se ky ka seleksionuar talente të ndryshme, ka punuar një njeri serioz, ky është një selektor i shkëlqyer për sa i përket futbollit shqiptar. Ka seleksionuar një nga legjendat e futbollit shqiptar, Altin Lala, ka seleksionuar, unë kam qenë me profesor Sallak, kam qenë në Lezhë, dhe unë kam luajtur organizator dhe ai për herë të parë ka aktivizuar Suleman Demollarin, legjenda e futbollit shqiptar, një nga mesfushorët më të mirë të gjitha kohëve të futbollit shqiptar. Përveç se kësaj është një njeri serioz në punë, është një njeri që ditë komunikoj jo vetëm nga ana teknike dhe taktike, po ditë komunikoj edhe nga ana psikologjike me futbollistët e tij. Jo, është një trajner kampion, është një trajner që ke Dinamo ka lënë gjurmë, kudo që ka shkuar, edhe ke ekipi i Tomorit, edhe ke ekipe të tjera, ke ekipi i Shkëndijës, ke Trive Shkëndijës, që me punën dhe entuziazmin e profesor Sajmirit, të gjithë futbollistët jepnin maksimumin, jo 100, po 120%, si ke Trit, ashtu ke ekipi parë dhe ekipet e tjera. Ai kudo ku ka punuar, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për sa i përket futbollit dinamovit dhe futbollit shqiptar. Të flasësh për profesor Sajmirin, duhen ditë e natë të tëra të flasësh për këtë legjend të futbollit të trajningut shqiptar. Në punë ka qenë njëri serios. Merrej, domethënë, me grup lojtarësh, merrej me mbrojtjen, se kishte edhe domethënë si themi në thonjë, se kishte zanat punë mbrojtjes, me portierin merrej veç, me mesfushorët, me sulmuesit, se si duhet veprojnë ato. Unë kam kujtimet më të bukura për profesor Sajmirin. Bashkim Delia, falenderoj për fjalët e bukura, për që dalin nga shpirti. Drejt për drejt jeni në Radio Tirana 2, në FM 95.8 MHz. Emisionin mund ta ndiqni në portalin digital Spotify. Bashkim Delia flet për profesorin e tij vite kur ishte një seleksioner që i ngjante profesorit të tij Xhavit Demiri, fjala për profesor Sallakën Sajmir Dautit. Falenderoj Bashkim Delia që vazhdon të ruash konsideratën për profesorin ton. Faleminderit Tiro, edhe uroj jetë gjatë profesorit. Okej. Jetë gjatë. Faleminderit. Shumë të mbarë. Faleminderit. Vazhdoni të jeni, po ma kujtoj pak Bashkimi, se kështu është bëhet emisioni kur merret të tjera. Të çuan në Berat. Të çuan në Berat tek Tomori dhe nxore në kategorinë e parë që është abisnes superiore sot. Masi bëra 2 vjet në Institut Fiskulturës me Shkëndin, më dërguan në Berat. Sepse arsyeja pse më dërguan, gjoja se Berati kishte 7 vjet në kategorinë e dytë dhe nuk dilte dot në parën. Shkuan shumë trajnera. Unë kur ka shkuar në Berat kam qenë 34 vjeç, kur lojtarët ishin nga 28, kishte edhe 29 vjeç. Dhe për fat mirë timin dhe për punën e shkëlqyer që bënin futbollistët, Berati hyri mas 7 vjetësh në kategorinë e parë, që quhet sot Liga Superiore, në superiore. Mbaj mend aty në Berat që kam futur një lojtar shumë të ri, shumë të talentuar, Bert Kokalarin. Një idhull në futbollin shqiptar. Do ta krahasoja me lojtarët më të mirë që kishte Shqipëria në të gjithë kohrat. Po, ishte lojtar shumë i mirë. Po nga kontingjenti aty ka luajtur edhe Suvorovi. Aty kisha Suvorov Seferin, kisha Cilingirët, kisha Karkanjozin e Ndjer, që ishte lojtar shumë i mirë, kisha Kovacin, Matrapazin, Buzën, kisha lojtar Matën, kisha lojtar të mirë, derisa Bakallin, derisa Berati hyrin kategorinë e parë. Dhe veç kësaj, për fat të mirë të Beratit, masi u largova unë, ndetin kategorinë e parë, mori një trajner shumë të mirë që kishte Guxi Muklin, që ishte trajner shumë i mirë, shumë i përgatitur, me shumë pasion, e çoi Beratin në nivele më të larta.
Dhe pastaj të ftuan përsëri te Dinamo sepse ishte momenti kur Dinamo nuk po dilte kampion. Po, ishte problemi. Të dytë. E kishan që të vështirë të largohesha nga Berati, se është qytet shumë sportdashës. Edhe po pata një indicie në vesh kështu që për Dinamon. Sepse Dinamo... Më fal, ruaj pak, se tani kam lidhjen më speciale atë që thash. Është kampion bote. Ka ngritur kupën e botës në kampionatin e fundit botror në Amerikë. I kemi thënë këtu në studio apo jo së tjerë, faleminderit Eduard Dervishi, kampioni i botës. Jam lidhur tani drejt për drejt me Portugalin, me Eduard Dervishin për një rrethim ekskluziv për Radio Tiranën 2. Për profesor Sallaken Sajmir Dauti. Eduard Dervishi, kampioni i botës, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Tira. Ndjem emocione ne që bëjmë të emision, që kemi ndjekur të gjitha, tani çfarë lidhje ka një kampion i botës që përfaqëson Spanjën, që njipet e fotografia me trajnerin kampion të botës, kape kupën e botës, dhe çfarë lidhje ka me profesor Sallaken? Më trego pak të lidhje. Lidhja shumë vjetër dhe shumë thellë. Dhe shumë rëndësishme për karrierën time. E para, le ta filloj me ty, Tira, të falenderoj shumë që ti vazhdon për këtë emision. Jo, bëj vetëm detyrën, asgjë tjetër nuk bëj. No, po ti kujtohesh për këta pa egzageruar, unë dhe të quaja figurat mëdha të futbollit shqiptar. Ne që i kemi përjetuar edhe i kemi jetuar, unë Eda Bazi më shumë akoma se mua si trajner në rastin tonë të profesor Semiri. E dyta, jam shumë i kënaqur e të thashë dhe hy patjetër në këtë intervistë, megjithëse nuk jam në shtëpi. Mbasi lidhja me profesorin është lidhje tjetër. Është shumë interesante, mbasi është në atë karrierën time të shkurtër futbollistike me paratrin dhe me trin të Dinamos. Është profesor Sallakja që më seleksionoi, më mori të ekipit të rinjve dhe më bëri të debutoj. Unë kam debutuar në vitin 1978 dhe në shtator me ekipin e të rinjve të Dinamos. Ishte viti i datëlindjes 1960, unë ishte 61 dhe aty fillova të luaja futboll me të rinjve të Dinamos, që është nga periudat më të bukura karrierës time të shkurtër futbollistike. Të këtia dedikoj ati, të kështu që aty pata fatin të njoh më mirë profesore. Është pak emocionante, vitet kalojnë, po këta momente që për ne janë të paharueshme. Unë isha i djalë 17 vjeçar dhe kur fillova të rinë të shpu nga stërvit profesor Sallakja. Për ne ishte emër i madh. Edhe më pëlqen që të rasim Sallakja për të treguar njëkohësisht dhe popularitetin që futbollin atë kohë. Se profesor Sajmiri ishte një nga futbollistët e shquar Dinamos në kohën e tij. Edhe njerëzit tifozat e Dinamos e donin dhe i kishin futur, i kishin dhënë këtë nofkën, i kishin dhënë këtë pseudonimin Sallakja. Kështu që unë herën e parë që më thanë do stërvitesh me Dinamon, të kanë zgjedhur dhe trajnerës Sallakja, ishte një gjë e jashtëzakonshme. Për fëmijët e asaj kohe, ne që luanin me ekipet, unë për shembull te Dinamo, e njihnim gjithë historinë e klubit. Nuk është si sot që më ka ndodhur që futbollistët luajnë me të rinj dhe nuk njohin yjet e ekipeve të tyre kur luajnë e klubeve. Dhe kështu filloi njohja me profesorin. Do të thënë, jo thjesht njohje unë si njeri futbollit apo si tifoz i Dinamos, si ish futbollist i të rinjve Dinamos, po njohje për një nga personalitetet të mëdha të futbollit që më ka dhënë shansin e madh të vishja fanellën e një kampionat shumë të bukur, shumë serioz, si ishte ai kampionati i të rinjve në Shqipëri. Okej. Pastaj jeta ecën, ti arrite, do bëjmë ditë si vin tënde, arrite deri në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit. Vazhdoi jeta, vazhdove në Spanjë, je në krye një nga anëtarë i Federatës Spanjole dhe je caktuar nga shteti spanjol dhe nga Federata Spanjole
si një nga organizatorët e botërorit të ardhshëm. Zëri që dëgjoni gjysmë të nderuar nuk është i zakonshëm, po është më se i jashtëzakonshëm për njëri të zakonshëm që është modest, vjen nga Portugalia, e kampioni i botës Eduard Arbazi, Eduard Dervishaj, që pranoi ftesën për të folur për profesorin e tij, profesor Sallaken Sajmir Dauti. E ke thënë ndonjëherë në rrëfimin tënd aty në Spanjë, e ke përmendë emrin e profesor Sallakes kur të kanë pyetur për CV-n tënde? Po, unë emrin e profesor Sajmir Sallakes e përdor gjithmonë, se është i lidhur me historinë e jetës time. Këto vinë nga mbrapa. Unë të falenderoj shumë të gjitha këto që e the, po historia fillon, nuk është as me Kupën e Botës, as me organizimin e Kupës. Jo, është një nder, sepse nuk është zakonshme. Një shqiptar, ne do lavdronim Silvinjëm, që kur ishte i vetmi brazilian që merrte pjesë Kupën e Botës, që ishte thjesht një trajner që mund të fitonte dhe mund të mundte. Kurse një shqiptar që ngriti Kupën e Botës nuk e kuptoi dot të heshtjen. Nuk e kuptoi dot të heshtjen në media, që komentuan nga minuta e parë, gjithë stacionet, gjithë komentatorët, po nuk tha njëri, Eduard Dervishi ngriti Kupën e Botës. Për këtë të falenderoj me shpirt e me zemër. Jo, të falenderojmë ty që e përmendet, po meqense po flasim për profesorin, do të thoya që historia fillon tek fusha 11 janari. Po, çfarë janë ballatet, po. Ku stërviteshim me shumë pasion, pasi profesor Sajmiri nuk ishte vetëm një futbollist i shquar i Shqipërisë, një nga trajnerët e njohur të Shqipërisë. Ishte njëri me shumë pasion, na i transmetonte edhe ne atë pasion. Aty përgatisnim ndeshjet e javës. Dhe atë vit fatkeqësisht humbën kampionatin javën e fundit. Në fakt pati polemik arbitrale në ndeshjen e fundit të Tiranës dhe na dolën me 1 pikë përpara. Po bëmi kampionat shumë të shkëlqyer. E mbaj mend si njeri pasional, njeri të ndershëm, njeri që donte futbollin. Figurat të cilat na edukuan dashurinë për futbollin. Në një farë mënyrë na formuan si njerëz, na formuan me disiplinën, me rregullin, me pastërtinë, sepse të ka fushë, kujtoj një ditë dimri, në atë fushën e zezë, temperatura shumë të urta, që erdhi me vrap dhe na tha, ku shiko, mos të lahet asnjë njeri këtu, se bën ftohtë sot. Do ikim te Dinamo të pim çaj, që organizuar aty me klubin, se nuk ishin s'na jepnin ato ditë më shumë se një çaj. Po e kujtoj me gjitha këto cilësi që thash dhe jo vetëm që e përmend tu, po unë përpara disa vjetësh kam shkruar një libër para 4-5 vjetësh dhe e përmend tek ai libër profesorin. E përmend për të gjitha këto cilësi për të cilat u thash dhe për këtë periudhë në të cilën u luajta futboll, sepse tifozat nuk e kanë të qartë që kampionati të rinjve në kohën që ne patëm fatin të luanim, ishte shumë i rëndësishëm. Luanim në gjithë Shqipërinë, luanim të dielave në mëngjes, shumë herë i zhvillonin ndeshjet nëpër stadiumet në qytetet ku venim dhe është i lidhur ngushtësisht emri i tij me karrierën time, pasi këto janë momentet të cilat ushqyen atë dashurinë time për futbollin dhe fal profesor Sajmirit, më vonë Ali Muçës dhe më përpara kisha Dushalen si trajner tek Paratërin. Kështu që jo vetëm që flas për këtë, po e kam lënë edhe të shkruajtur. Zëri që dëgjoni vjen drejt për drejt nga Spanja, këtu në Radio Tirana 2 në FM 95.8 MHz. Emisionin mund ta ndiqni drejt për drejt edhe në portalin digital Spotify. Eduard Dervishi, përpara se të bëj mbylljen e sotme, të falenderoj për prezencën, për gatishmërinë që tregove dhe
ke dhe një përshëndetje nga profesor Sajmiri, po profesor Sajmiri, po të përshëndet një kampion bote më modestisht, po kujton detaje që si kanë dëgjuar njerëzit, po njerëzit për shembull, Taku bëri një gabim, Eduard Dervishi. Ditëlindje në Korik që kishte babai i tij, profesor Sallakja, nuk e festoi. Nuk e festoi sepse Taku ishte ditë zije për Anglinë që eliminuar në botror. Po Taku. Falenderoj Edin e famshëm që na mundi Argentinën kaq. Po thotë shqyr që Spanja rafi Argentinën dhe aty u festua me vonesë datëlindja e profesor Sallakës. Shaka kjo. Profesor Sallakja për Eduard Dervishin që po na telefonon drejt për drejt nga Spanja për ty. Janë fjalë zemre, nuk janë fjalë servilash që thuhet se duhet thënë. Shiko, mbi të gjitha e Dervishit derisa arriti të shkojë në Spanjë dhe të inkuadrohet në atë federat, për mua është një djalë shumë i zgjuar dhe është një, si të them, një talent. Kam shumë besim që organizimin e botrorit që do bëhet në Spanjë, mos gaboj, do ta bëj në mënyrë të shkëlqyeshme, sepse ka shumë intuit për të zgjidhur probleme të tilla. Unë e falenderoj për opinionin, për konsideratën dhe ju uroj gjithë të mirat Edit bashkë me familjen e tij. Faleminderit. Faleminderit profesor Eduard Dervishi dhe i ftuari personal i familjes Sajmir Dautit kur të vish në Tiranë dhe këtu në Radio Tirana e ke hapur derën, kanatet për të bërë rrëfimin tënd origjinal. Ashtu si je i mirëpritur në Elbasan ku i do dhe të duan, pikërisht te një emër të cilët janë idhullt e futbollit, idhullt e cilësisë, idhullt e atij që është idhull. Falenderoj Eduard Dervishi për këtë lidhje të drejtë për drejtë për profesorin ton. Piro, falenderoj ty për ftesën, i uroj profesorit gjithë të mirat, i uroj shëndet, edhe dua t'i them që ka lënë brapa jo vetëm historinë që dihet, historinë e tij, po ka lënë edhe ne që ishim pjesë e klubit Dinamo dhe u stërvitëm nga ai kujtimet më të mira, me shumë respekt, me shumë dashuri. I uroj gjithë mirat, shëndet, jetë gjatë dhe dëshiroj që klubi Dinamo t'i kujtoj këta njerëz, të ndërtoj një muze të asaj historie të shkëlqyer Dinamos, pjesë e cilës ka qenë dhe është dhe profesor Sajmir Dauti. Dhe përpara se ta mbyll lidhjen me ty, Eduard Dervishi, një minutë omazh për Gim Bubeqin, që u nda nga jeta këto ditë. Gim Bubeqi, flamurtarit i kombëtares, i cili do t'i mungoj futbollit dhe u lidhe me Çim Selamin, presidenti i parë i flamurtarit, për minuta omazh. E dua dhe nga ju një sekonda omazh për Gim Bubeqin. Ishte lajm shumë i hidhur, u tristova shumë e njihja Gimin, sepse është një brez që ishte shumë pak më i ri se mua. Ka qenë një futbollist shumë i talentuar, futbollist shumë i mirë, që shkëlqeu me flamurtarin më të mirë të historisë. Dhe do t'i bësh të falë Adratik Dostit, se u munduam të lidheshin dhe nuk lidhemi dot. Ai është njohës i mirë i futbollit, do shte javën tjetër do lidhemi, po kur ta marri veshët, jemi lidh me Eduard Dervishin, do të hapi telefonin, sa i tani është gjumash, sepse të këtu kur është ditë, atje është natë. Kur këtu tani bëjmë emisionet tona, është një gjumë, e tjera. Falenderoj Eduard Dervishi, drejt për drejt dhe falenderimi e ke edhe nga profesor Sallakja. Dhe uroj gjithë më të mirat profesorit, shëndet, jetë gjatë dhe gjithë të mirat. Faleminderit. Ishim drejt për drejt nga Spanja me Eduard Dervishin, i cili do të organizojë shteti spanjoll dhe qeveria spanjolle Federata kampionatin e ardhshëm botror. Edhe në qoftë se do bëhet atëherë, do festojmë ditëlindjen. Ndash të eliminohet Anglia, ndash të eliminohet dali kampion Spanja kushdoj. E kupton se do kemi ditëlindjen e profesorit babai tënd dhe trajnerit ton. Kemi mbetur ke Dinamo se si. Po. Dhe ata pastaj kalove te Dinamo 79-80 kampion. Pata një indicie, mbas u ktheva mbas një muajsh më thret Dinamo. Sigurisht që do pranoja. Dinamo ishte 2 vjet në 77-78 që zinte vendin e 4, 78-79
në vendin e 5 dhe 79-80 që e mora ekipin, fituan titlullin kampion me 5 pikë përpara. 37 Dinamo, 32 17 Ndori Tiranës dhe na bie shorti me Ajaxin në Kupën e Evropës. Të cilën dihet rezultati në pjesën e dytë. Në Tiranë mundë 0-2, na bën 2 gola Arnesen. 0-1. Na bën 2 gola Arnesen në pjesën e dytë, ndërsa në Amsterdam kishim një ide për ekipin dhe jemi mundur në minutën e 88 me penalti. Loja u pre, më falë për shprehjen, u pështy arbitri nga lojtarit, zori asnjë për jashtë, hodhën se dilet në fush, nuk e pranonin penaltin, jo ne, vetë opinioni tyre. Patërë s'kishte VAR, dhe mbaroi ndeshja 1-0 fitoi Ajaxi. Kjo ishte gjithë. Po ekipi bëri një lojë shumë të mirë, kisha përforcim, kisha Kreshnik Çipin, kisha Dash Bajazitin, për faktin sepse në sulmin e Ajaxit ishte kift 2 metra. 2 metra, po jaman kisha në qendër Çoçolin në të majt, kisha Targën, Çipin që nuk... Dhe për arsye kohe, kalove trajner të Shkëndia, të cilin unë tani kam porterin e Shkëndis, është në linjë, ai ka një respekt jashtëzakonshëm për ty. Ai është Muharrem Dosti. Muharrem Dosti, mirë mëngjes. Mirë mëngjes dhe përshëndetje. Falenderoj që do flasësh për trajnerin e Shkëndisë të Tetovës, kur filloi të bënte e apat e para të një skuadre evropiane, dhe ishtë profesor Sallakja që ti, sa ta thash emrin, je i gatshëm tha të flasë për profesor Sallakjen. Muharrem Dosti ish portieri i Labinotit e Elbasanit, ish portieri i Shkëndisë së Tetovës, ku ti falenderon për këtë zgjedhje personale trajnerin profesor Sallakjen. Në radhë parë t'i uroj profesor Sallakjes shëndet dhe kam shumë kënaqësi që unë kam pas njohur nga larg sepse ne ishim kundërshtar, ai ishte trajneri i Dinamos, unë isha portier i Elbasanit. Por me zgjedhjen realisht që Shkëndia Tetovës atë vit hyrin në kategorinë e parë sepse ishin në kategorinë e dytë, duke qenë që isha pjesë e atij ekipi, presidenti aty Ludi Vizeli më luti që të gjejmë një trajner shqiptar. Dhe me kënaqësi më të madhe, unë atë kohë ka mendova për Samiri dhe kam shkuar, kam takuar në Tiranë personalisht, më kanë dhe i kam thënë që i ke një ftesë nga Shkëndia Tetovës. Mbas ardhjes në Shkëndijë Tetovës, profesor Samiri bëri një punë që atje me kanë të drejtën ishte futbolli Ballkanas dhe puti një frym futbollit evropian. Dhe ne atë ditë u ngjitëm, po për arsye të vetë profesor Samiri u largua për fundit të fazës parë. Dhe ka lënë ekipin 6 pikë para vendit të vet. Ja, e la 6 pikë para, se kishte merak profesor Samiri, po të ngjonte në kufje, dhe e theti 6 pikë para e la. Fazën e parë. Po me problem në fazën e parë, me përfundim fazën e parë. Po. Dhe me thonë drejtën edhe asaj themelit që hodhëm fillim, po ato lojtarë ishim që shumë dhe mbyllëm e kalëputën për jetë parë një histori, të Shkëndijë sot këtë evropiane madhe. Qartë. Një hap të madh të themele ka dhe profesor Samiri që ka punu në atë Shkëndijë në të kohë. Të falenderoj Muharrem Dosti për fjalët e zemrës që the për profesor Sallakjen se Elmir Daudin, se po vinë në minutat e fundit të emisionit tonë të sotëm, këtu rrëfimin original. Para pak qastës në ndoqëm nga Spanja, Eduard Derviqin, ishtë futbolist i të rive të Shkëndisë që e quan për falenderit që trajneri i ti, që trajneri i ti, që trajneri i ti, që trajneri i ti, që trajneri